Në kishën e Boboshticës u kremtua festa e Shën Anargjendëve, dy mjekëve të shenjtë Kozmai dhe Damiani, të cilët nderohen për mrekullitë e tyre dhe për kushtimin në shërbim të njerëzve, pa kërkuar kurrë shpërblim. Në këtë ditë të shenjtë, besimtarët u mblodhën për të marrë pjesë në meshën e shenjtë, duke sjellë lutjet e tyre për shëndet, paqe dhe bekim në familje. Sot ne kremtuam anargjendët e shenjtë, Kozma dhe Damian, të cilët janë dy vëllezër që vinin nga Azia, dhe që nga fjala anargjend, ata ishin mjekë të cilët ofronin shërbimin e tyre falas. Dhe këte ofronin jo se ishin thjesht bamirët, por sepse ata besonin te Krishti, i cili ju thanë zënësve të tij që dhurat e morët, dhurat jepeni kujdo që ka nevojë. Dhe këtu në këtë fshat ne kemi këtë kishë që është një bekim, është për fshatin, po dhe mbar qytetin tonë. Dhe në këtë ditë do doja t'ju uroja të gjithë, gëzuar këtë ditë të bekuar, të shenjtë dhe një muaj të mbarë dhe të bekuar për këto. Festa e Shën Anargjendëve, e njohur si dita e mjekëve shërues, ka një domethënie të veçantë për komunitetin, sidomos në një kohë kur vlerat e humanizmit dhe solidaritetit janë më të nevojshme se kur. Kjo ditë shumë e shtrenjtë për mua. Këta janë dy shenjtorë mjek. Para 2007 mos mulla, ju shtirë në ëndër kisha sa privat që të oqishti. Vati atje dhe jetor 11 vjetë. Edhe këta janë shenjtorët që ruajnë shumë shëndetin ai që e do dhe respekton këtë Zotë të madh. Zuat na gjej gjithmonë, shëndet dhe lumturi. Këtu janë 3 shënjtorët, 3 doktorët që kanë shpëtuar shumë jetë njerëzish. Dhe ne si besimtarë e lusim për shumë këtë kishë që është këtu. Besimtarët e pranishëm përcollën urimet e tyre për shëndet, mirësi dhe forcë shpirtërore, duke theksuar se shembulli i shenjtorëve duhet të shërbejë si frymëzim për çdo njeri që kërkon të bëjë mirë, të ndihmojë dhe të japë dashuri, pa pritur asgjë në këmbim.